Votimi dhe numërimi elektronik është një proces ku teknologjia përdoret për të lehtësuar dhe automatizuar votimin dhe numërimin e votave në zgjedhje. Ai përfshin votimin elektronik, ku votuesit përdorin pajisje elektronike për të votuar në vend të fletëve të votimit, ndërsa në numërimin elektronik përdoren pajisje për të lexuar dhe numëruar automatikisht votat, duke rritur shpejtësinë dhe saktësinë e procesit. Në Shqipëri, votimi dhe numërimi elektronik u aplikua për herë të parë në mënyrë të gjerë në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit 2021. Ky proces u konsiderua si një projekt pilot nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me qëllim që të shihej efikasiteti dhe mundësia e zgjerimit të tij në të ardhmen. Në zgjedhjet vendore të 14 maj 2023 në Shqipëri, votimi dhe numërimi elektronik u aplikua për herë të parë në mënyrë të gjerë në 3 bashki: Elbasan, Kamës dhe Vorë. Ky proces përfshinte gjithsej 352 qendra votimi, ku rreth 311.000 zgjedhës kishin mundësi të votonin elektronikisht. Bashkia e Elbasanit kishte 224 qendra votimi dhe rreth 171.000 zgjedhës. Pajisjet e votimit u ekspozuan për 10 ditë në teatrin Skampa për të njohur qytetarët me procesin. Kamës dhe Vorë, në këto bashki, votimi elektronik u implementua në përputhje me rregullat e miratuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Për shkak të përdorimit të teknologjisë, rezultatet e zgjedhjeve në këto bashki u shpallën shumë shpejt pas mbylljes së qendrave të votimit. Sot votimi dhe numërimi elektronik do të realizohet në 2 zona të caktuara: Njësia administrative numër 10 në Bashkinë Tiranë dhe Bashkia Vorë. Në secilën prej këtyre zonave, çdo qendër votimi do të pajiset me 2 pajisje elektronike për votim dhe numërim. Ky proces është miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në shkurt 2025 dhe është konsideruar si një projekt pilot për zgjedhjet parlamentare të këtij viti. Fillimisht, KQZ kishte propozuar 3 skenar për zgjerimin e përdorimit të votimit elektronik në disa njësi administrative të Tiranës dhe Durrësit. Megjithatë, pas konsultimeve me partitë politike, u arrit marrëveshje për ta kufizuar implementimin vetëm në njësinë numër 10 të Tiranës dhe Bashkinë Vorë. Gazetarja Djamila Leka shpjegon procesin fizik të votimit elektronik. Në Bashkinë e Vorës dhe në njësinë 10 në Tiranë, në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, qytetarët do të kenë mundësinë të votojnë përmes procesit elektronik. Por si do të votojnë përmes këtij procesi? Si fillim, në momentin kur pajisja është në ngjyrë jeshile do e shtypim që të nisi procesi i votimit në mënyrë elektronike dhe më pas në ekran do të shfaqet lista e partive dhe koalicioneve për atë që ne duhet të votojmë. Marrim rastësisht një nga partitë ku është paraqitur dhe më pas vazhdojmë më pas në fletën e dytë të votimit janë të gjithë kandidatët dhe zgjedhim në rastësore një nga kandidatët që duam të zgjedhim. Më pas jemi në pjesën e konfirmimit të votës. Në këtë ekran në vogël është printuar pjesa e votës sonë dhe nëse ne konfirmojmë që është vota që ne kemi zgjedhur, do të vazhdojmë me përfundo votimin. Në këtë moment vota jonë është konfirmuar dhe është votuar dhe më pas kjo votë është vendosur në kutinë e zgjedhjeve.